Ka qenë Ibn Simak me një prej mbretërve. Edhe i ka thonë mbreti, bjerëm pak ujtë ftoft. Ibn Simak e ka pru ujtë në ftoft edhe e ka pru. E ka thonë. Duke ja thonë, e ka thonë, më ta bëni pyetje. Ka thonë urdhno. Ka thonë, sa kishe dhanë për pasurisë për me të dhanë kjo ujë që se ta kishë ndalu dikush. Thonë, gjysën e pasurisë e kisha dhanë. E kisha dhanë gjysën për këtë gotë ujtë. Ka thonë, marrë edhe një pyetje tjetër. Ka thonë, po urdhno. Ka thonë, në qoftë se këtë ujë në pi dhe të pengohet dalja këtij ujit jashtë, sa kishe dhënë për me nxjerr jashtë? Kisha dhënë këtë pasuri. Tha, mjerim për atë pasuri e cila nuk kushton sa një gotë ujë. Mjerim për atë pasuri e cila nuk kushton sa një gotë ujë. Çka që pasuria jote? Një gotë ujë. Një gotë për me, një gjysë e pasurisë për me pi, edhe gjysën tjetër për me nxjerr jashtë. Pse? Se e para ka mundësi se s'ka mundësi me pi. E dyta ka mundësi me pi, po s'mundesh me nxjerr. Parmendo na që e pim dhe nxjerrim dhe simi këto probleme, pas atij që ka sprovu Allahu subhanahu wa taala, sa jena falendrues ndaj Allahu subhanahu wa taala. Veç për këtë mesela. Veç për këtë mesela, po ko ushqimi, po ku janë çështje tjera, po ku shikimi, po ku dëgjimi, po ku janë begati tjera të Allahut subhanahu wa taala.